Kthehemi në studio, flasim për zhvillimet nga drejtësia, lidhemi edhe njëherë me kolegen Alketa Shaba për prova të reja që SPAK pretendon se ka paraqitur në ngarkim të zëndës kryeministres Belinda Balluku. Alketa, të përshëndes dhe njëherë, çfarë ka ndodhur? Të përshëndes edhe njëherë Gjoj, trupa e apelet e posaçëm antikorrupsion është rrequr për të shpallur vendimin sa i përket 3 personave që kanë kërkuar vendimin e GKK-s, konkretisht zëvendës kryeministre Belinda Balluku dhe 2 vartësit e saj Aralde Lezi dhe drejtori i ARSH-s Gentian Gjyli. Prokuroria e posaçme antikorrupsion e përfaqësuar nga 2 prokurorë ditën e sotme, nga Dritan Prençi si edhe nga Dorina Bejko, kanë kërkuar nga gjyqtarja Emiliana Muça që të lihet në fuqi vendimi i dhënë më herët nga gjyqtari i shkallës së parë Rion Çela me argumentin se gjykata kushtetuese ka pezulluar vetëm efektet të masës së sigurisë dhe jo masën e sigurisë pezullim nga detyra për zëvendës kryeministre Belinda Balluku dhe për këtë arsye kërkuan që të lihet në fuqi masa e sigurisë pezullim nga detyra dhe bllokimi i pasaportës ndaj së fundit, si dhe të lihen në fuqi të 2 masat e sigurisë arrest në shtëpi ndaj drejtorit të KESH dhe drejtorit të ARSH. Ndërkaq që nga ana tjetër, sa i përket të 2 prokurorëve të posaçëm, ata paraqitën prova të reja ditën e sotme në shkallën e 2 të gjyqësorit, edhe provat të cilat i kanë paraqitur edhe 2 ditë më parë pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ku është kërkuar heqja e imunitetit të zëvendës kryeministres, njëherësh ministres infrastrukturës dhe energjisë zonjës Belinda Balluku. Ndër këto prova të reja është përmendur edhe fakti që zonja Belinda Balluku ka kërcënuar një specialiste të nivelit të lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, lidhur me dëshmi që kjo e fundit do të jepte pranë organit hetues sa i përket pikërisht hetimit që ka nisur rreth një vit më parë ndaj zonjës Belinda Balluku. Ndërkaq që kjo e fundit, përmes 2 mbrojtësve të saj ligjor, Pamelia Qirko si edhe Ardian Kalia, ka kërkuar pushimin e kësaj çështje penale dhe nga ana tjetër, përveç kësaj, avokatët e zonjës Belinda Balluku janë shprehur edhe sa i përket provës së re të paraqitur nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, duke ku nga ana e tyre është pretenduar që zonja Balluku nuk ka kërcënuar as specialistën e nivelit të lartë, as një person i cili është marrë më pyetje dhe më herët nga ana e prokurisë posaçme sa i përket dëshmisë që ata kanë dhënë pranë prokurorit Dritan Prençis lidhur me hetimin ndaj Belinda Ballukut për veprën penale të shkeljes së barazisë së besmarrësve e tendra dhe ankande publika, ndërkohë që 2 vartësit e saj Gentian Gjyli si edhe Aralde Lezi kërkuan dhe ata që të shfuqizohet vendimi i shkallës së parë për masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe kërkuan një masë tjetër më lehtësuese se kjo, qoftë e detyrimit për të paraqitur pranë policisë gjyqësore, apo qoftë masa tjetër e ndalimit të daljes jashtë vendit apo i bllokimit të pasaportës, pasi sipas tyre ato pengohen të ushtrojnë funksionet e tyre, konkretisht njëri si kryetari i autoritetit rrugor shqiptar dhe tjetri si drejtuesi i KESH-it dhe masa e sigurisë e arrestit në shtëpi i pengon këtë të fundit të ushtrojnë këto funksion. Megjithatë, Emiliana Muça pasi ka dëgjuar të gjithë palët, 3 të pandehujt në këtë proces, si edhe palën e 2 prokurorëve të posaçëm antikorrupsion, është tërhequr prej gati më shumë se 30 minutash në dhomë këshillimi, ku pritet që nga minutë në minutë dalë në pikërisht në sallën e gjyqit dhe të shpallë vendimin sa i përket kësaj çështje, në rast se do të pranojnë ndonjëra nga kërkesat e paraqitura më herët nga këta 3 persona, apo në rast do të lihet në fuqi vendimi i dhënë nga GKK-ja në muajin nëntor të këtij viti. Okej, të falenderoj Alketa, besoj do mbetemi në kontakt deri në shpalljen e vendimit.